Shtëpia botuese Litera Akademi me rastin e ditës së librit organizoi panel diskutimi me temë Roli i librit në shoqërinë moderne. Ky panel diskutimi u organizua me qëllim të promovimit të leximit, ngritjes së vetëdijes për të lexuar sa më shumë në një kohë kur teknologjia merr pjesën më të madhe të kohës së të rinjve, por jo vetëm, deklaroi drejtoresha e kësaj shtëpie botuese Samie Limani. Kemi organizuar një diskutim me panelistë të cilët kontribuojnë në shoqëri në këtë drejtim, në këtë sferë. Kemi të lëmive të ndryshme dhe flasim në temën roli i librit në shoqërinë moderne, duke i ditur ndryshime dhe sfida që po kalojmë tani në sferën e leximit, dhe jemi të përqendruar në atë se të kalojmë nga fjalët në vepra. Do me thënë të nisemi që jo vetëm të flasim se duhet kështu, duhet ashtu, por më të fillojmë dhe të veprojmë diçka që të bëjmë dhe të ngrisim vetdijen dhe të ruajmë vlerën e leximit në të ardhmen. Në panel ishin të ftuar personalitete që vazhdimisht kontribuojnë në ngritjen e vetëdijes për të lexuar. Mes panelistëve kishte profesor universitar, bibliotekist, aktor dhe të tjerë. Sipas bibliotekiste Selmedina Abdullahu, teknologjia ka bërë që të rritet interesimi për leximin e librave elektronik, po aq sa për ata fizik. Për momentin në botë botohen deri 8.000 libra në ditë dhe kemi me miliona e-books ose libra elektronik në të cilën kemi qasje më tepër. Dhe nëse shohim anën pozitive, atëherë tani kemi qasje shumë më të shpejtë në informat dhe në libër se që kemi pas më parë. Po pasi dim edhe faktin që të rinë në rrjetet sociale, duhet të shfrytëzojmë rrjetet sociale për të atraktuar fëmijët dhe për të tërhekur, për të treguar rëndësinë e leximit e kështu me radhë. Çdo prezantim që e bëjmë ne në bibliotekë, që bëjmë në vit më tepër se 2-3 prezantime për nxënës të shkollave të mesme ose për student, e pyesim të njëjtën pyetje, nëse preferojnë librat të printuar, fizik ose qasjen në libra elektronik, edhe pse gjithmonë përgjigjja është mbi 80% është ta thuajnë që deklarojnë që duan librat fizik, gjendja faktike është pak më ndryshe. Do me thënë, gjysë për gjysë ka ra interesimi për lexim të librave fizik, po ajo nuk do me thënë se ka ra edhe interesimi për të lexuar. Vetëm që statistikat në këtë rast jo në e-books, po kemi ne si Biblioteka Universitetit e Evropës Juglindore kemi qasje në shumë databaza elektronike. Mund të shohim që është paralele si bie numri i lexuesve të librave fizik, ashtu rritet numri i lexuesve të burimeve elektronike. Aktoria, regjizoria dhe autoria Valbona Zylbehari deklaroi se përveç se të botuara, veprat e saj I ka sjell edhe në skenë për fëmijët me probleme në të pamurit apo me aftësi ndryshe. Atë shfaqje që I kisha shkruar pak më herët, ta sjellim në një libër. Pse? Se ndoshta harohet ajo që ne kemi parë. Diçka në kujtesën tonë do ngelen nga ajo që e kemi parë. Dhe kështu që kam vendosur të jetë në raftet e bibliotekës, por jo vetëm të shpërndahet edhe të gjitha shkollat e mesme dhe fillore. Këtu kisha pasur dëshirë që dikush me të vërtetë të më përkrahë dhe të më ndihmon që sa më shumë të lexohet, sa më shumë të shpërndahet dhe sa më shumë të jetë sidomos tek gjeneratat e reja një libër I këtillë. Përndryshe, shtëpia botuese Litera Akademi vepron që nga viti 2017 dhe organizon shpesh panele diskutimi që lidhen kryesisht me të shkruarit apo leximin. Kjo shtëpi botuese është e fokusuar në botimin e librave dhe revistave kryesisht për fëmijë.